kur tash e është bërë rutinë, ti i thu tash si bë për shtypje. Kur i pyet, thënë ja, më plak se nuk ekzistojnë pëtallë, që ti e budall. Tash ç'a ndodh? Thënë gjatë gjithë kohës këtë gjë, e marrin mirë qenë si kur ka, qenë si ka. Marrit mirë qenë këta, që del Amerika, që është gjëja e madhe, me shpatë dhe thot janë, ekzistojnë, ja ku janë fajnet, mund jetë fake, qenë si ka. Po çështja që doli, e tha i madhi më burr. Ti vazhdon tush prap, ja më se ti budalla. Dëgjoj. Tipologjia e njerëzve nuk do t'i futem, e thash më shumë ta kuptova. Për situatë, sepse problemi është që unë kam nevojë për këta njerëz që thonë nuk është e vërtetë. Pse kam nevojë për këta njerëz? Si mendim? Sepse njerëzit që nuk besojnë ke e vërteta e sistemit e mbajnë gjithmonë sistemin në presion. Çdo thot, unë besoj që duhet të ketë gjithmonë një grup njerëzish skeptik që nuk bin dakord me sistemin. Dhe sikur sistemi të mund veç me gjithë mënyrat e botës, po themi, prapë duhet të ketë një grup kritik që s'na beson. Grupi kritik që s'na beson mbaz sistemin presion. Çdo do të marrë presion. Kur gënjen, do të diskreditohesh nga këta njerëz vëmendsh. Këta i quhen edhe Giovanni Sartori në vitet 80-90 ke literaturën e tij mbi demokracinë, formues të opinionit publik. Njerëz të pakënaqur, të cilët mbajnë gjithmonë në sistem kritik informacion që vjen direkt nga sistemi. Dhe këta e shpërbëjnë rrugës të komunitetit nëpërmjet thashëthemit, analizës, kritikës, bisedës personale etj etj. Unë besoj që çdo shoqëri ka nevojë për antikorpe dhe çdo shoqëri sado të ketë një sistem të mirë, sado e vërtetatit e shëndetshme në dukje, ka nevojë për antikorpe që e mbajnë gjithmonë në presion. Sepse duke marrë presion të vërtetën zyrtare, e vërteta e parapunës zyrtare e di që është e dobët. Do mundohet që të jetë sa më e fortë. Pra, nëse bën një rend